Vera mund të sjellë lëvizjen e shumë futbollistëve të kombëtares shqiptare, të cilët janë të kërkuar në treg ose janë në fundin e marrëveshjeve me skuadrat aktuale. Një prej tyre është edhe kapiteni i kuqezinjve, Berat Gjimshiti. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare është në muajt e fundit të marrëveshjes ekzistuese me klubin e Atalantës dhe palët raportohet se për momentin nuk kanë marrë asnjë vendim për vazhdimsinë apo jo të tij te bergamaskët, ku ai është kthyer në një idhull të tifozerisë në dekadën e fundit. Por nëse Gjimshiti vendos t'i jap lamtumirën Atalantës, mundësitë për të nuk do të mungojnë, duke filluar nga Seria A. Një lojtar i tillë me eksperiencë që transferohet si futbollist i lirë do i bënte punë shumë klubeve, dhe mediat italiane raportojnë sot se një nga më të interesuarit është Fiorentina. Drejtori sportiv Fabio Paratici po ideon skuadrën për sezonin e ardhshëm dhe bëhet e ditur se sheh te Gjimshiti një element që mund të ndihmojë prapavion e skuadrës së qytetit të Firences. Ndaj muajt në vijim do të jenë shumë interesant për të ardhmen e Gjimshitit, i cili në të kaluarën kishte refuzuar disa oferta të rëndësishme ekonomike nga lindja e mesme, vetëm për të qëndruar në Serie A.